A e ke luftën me Limin apo me Dolçen? Brënda loje, unë kam me të gjithë banorët këtu. Por, për në jetë reale, nuk e di a mund quhet luft, apo thjesht zbulimi I diçkaje. Mund të them një... Së di... Realisht, nuk është se kam luft me dikë. Në lojë kam garë me konkurentët, ndërsa me Limin kam thjesht një raport tjetër dhe unë jam në zbulim të pikpyetjes time. Ti ke luft, po me Pra të Limi nuk e shef si banor, si konkurent. Ti ke luft me gjithë, Edhe po edhe jo. po me cilin banor, në këtë rast, Limin apo Dolçen, është lufta jote më e theksune. Me cilin banor ke vendos me luftu pak më Lufta ime jetës është në thojza luft, se nuk mund ta përmend luft kuptimin që nuk po e luftoj unë atë. Unë po luftoj për një pikpyetje mes meje dhe mes atij. Pikpyetje? Jo Limin. Ai po t'jap këtë përgjigje që ti don. Është një lloj pikpyetje tjetër që unë kam kokë me situatën që ndodh që nuk më nuhat mirë. Nuk e di çka me kon më kjo. Nuk kam luftë me Limin. Thjesht kam një pikpyetje në lidhje me gjithë gjëjen. E me Dolçen a ke luftë? Me të gjithë banorët e tjerë, unë kam luftë loje këtu mbrënda. Jo ti ke luftë me vetëm më shumë ti, jo me Limin. Edhe me vetën. E mbaroj. Me vetëm patjetër që po. Dhe jo vetëm këtu. Aman të lutem. Alba kam luftë me... Më dëgjo. Ti s'ki luftë me Limin. Më dëgjo pak. Alba kam luftë me veten time në çdo ditë të jetës time të zhvilloj veten time dhe të jap përgjigjet e pyetjeve që më vijnë çdo ditë pas çdo përjetimi. Po. Ama kjo është lufta e bukur e të jetuarit dhe të zhvilluarit. Amen. Me Limin kam pikpyetje. Pikpyetje që pres ta zbuloj. Kjo është realiteti.